Kandidati ultranacionalist rumun Gjorgj Simion ka arritur të marrë numrin më të madh të votave në zgjedhjet presidenciale, ndonse jo mjaftueshëm për të shmangur raundin e dytë të zgjedhjeve. Pas numërimit të gjithë flet votimeve mëngjesin e 5 majit, Simion, udhëheqës 38 vjeçar i partisë AUR, doli i pari me 40.96% apo 3.860.000 vota sipas Komisioni Qendror të Zgjedhjeve të Rumanisë. Nikusor Dan, 55 vjeç, i konsideruar politikan i moderuar, kaloi Kërin Antoneskun, pjesëtar i koalicionit qeverisës të vendit, për të zënë vendin e dytë i ndihmuar nga votat nga diaspora. Dan mori 20.99% të votave, ndërsa Antonescu 20.7%. Simion është një admirues i presidentit amerikan Donald Trump. Ai deklaroi për BBC-n se beson në një NATO të fortë dhe është në favor të mbajtjes së bazave të NATO-s dhe trupave amerikane në Rumani nëse bëhet president. Balotazhi presidencial me Simion dhe Dan do të mbahet më 18 maj. Para zgjedhjeve, shumica e vëzhguesve u shprehen se Simion do të ketë të vështirë të fitojë raundin e dytë, veçanërisht nëse Dan apo Antonescu dalin në vendin e dytë. Votimet e 4 majit u mbajtën pothuajse 6 muaj pasi u anulluan rezultatet e raundit të parë, mes akuzave për ndërhyrje të Rusisë në fushatën për zgjedhjet presidenciale.